përkatësisht për krerët, për personat të cilët po gjykohen atje, paraqet një rëndesë të madhe për vendin tonë, për arsye se të njëjtit po gjykohen përkatësisht për veprimtarinë e tyre, si më thon, komanduese dhe veprimet e tyre të cilat kanë mund të jenë krejtësisht legale, duke përjashtuar pretendimet e prokurorit të specializuar. Në këtë rast, prokurorit, kur flasim për gjykatën në tërësi, gjykata në domenin e saj, përkatësisht në fushë veprimtarinë e saj, ka për obligim me qenë e paanshme në gjykim dhe në zhvillimin e procedurës. Ndërsa lidhur me prokurorin shumë shpesh e përdorim me kolegë si zgjedh për të madhe që ka fol, për arsye se prokurori ka, si më thon, atë indicjen si më thon, me kriju narrativën, provën e gjithë çka tjetër për me vërtetu një akuzë ose për me mbrojt aktin akuzues që ai e ka qenë përballë gjykatës. Nëse kthehemi në fillim të kësaj procedure prej momentit kur është bërë konfirmimi i aktakuzës, unë se gjykata në atë moment do duhej që aktakuzën ta kthente në plotësim dhe mos të lënte një aktakuzë kështu në ajër. Mirë, po kjo mund të jetë edhe fat. E konsideroni në ajër, pra nuk ka diçka të faktuar ndonjë dëshmi. Deri sot çka kena duke mos përjashtuar ato se kemi shumë dëshmitar anonim, kemi shumë emra anonim, kemi shumë deklarata anonime dhe jena, si më thon, të privuar nga shumë procedura dhe veprime të cilat janë ndërmarrë në procedurë. Kena anonime procedurë